Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vim njoftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Personalitetet të politikës dhe qytetar i dhanë lamtumirën e fundit një prej figurave themeluese të Partisë Socialiste së Shqipërisë, profesor Servet Pollumbit. Homazhet u zhvilluan në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, ku morën pjesë përfaqësues nga të gjithë krahët politik. Familjar, miq dhe bashkëpunëtor ndanë dhimbjen për ndarjen nga jeta të akademikut dhe politikanit. Pollumbi u kujtua si një figure urtë, progresiste dhe me kontribut të çmuar në tranzicionin demokratik të vendit. Mes dhimbjes dhe respektit, politika shqiptare i dha lamtumirën e fundit profesor Servet Pollumbit, një nga themeluesit e Partisë Socialiste dhe një ndër zërat më të rëndësishëm të mendimit politik në Shqipëri pas viteve 90. Në ceremoninë mortore, i biri Arben Pollumbi e përshkroi humbjen si një boshllëk të pazvendësueshëm, duke e cilësuar të atin jo vetëm si prind, por edhe si një udhërofyes në jetë që u kishte transmetuar vlera të forta njerëzore dhe morale. Është e vështirë të gjesh fjalët kur humbet një baba. Humb një shtyllë të jetës tënde, një mbështetje të heshtur, një figurë të ka udhëhequr me shembull dhe dinjitet. Baba ynë nuk ishte thjesht një prind. Ai ishte një njeri me vlerë të rrallë, i drejtë, i qetë dhe i respektuar nga të gjithë ata që patën fatin ta njohin. Kryeministri Edi Rama ndau kujtime personale duke theksuar se marrëdhënia me Pollumbin kishte evoluar nga një distancë fillestare në një respekt të ndërsjellët. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë këtij rrugtimit tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe. Ndërkohë, ish kryetari i Kuvendit Namik Dokle u ndal tek roli i Pollumbit në periudhën e tranzicionit duke e vlerësuar si një nga politikanët e parë që kuptoi nevojën për ndërtimin e një demokracie funksionale dhe të ndershme, larg deformimeve dhe interesave personale. Thonë se jeta nuk është ajo që dikush jeton, por ajo që le pas vetes për të kujtuar dhe treguar. Profesor Servet Pollumbi ishte ndër të parët politikanë të tranzicionit shqiptar, e ndoshta edhe ndër të paktët që kuptoi se ardhmja nuk është më ajo që ishte, dhe ju përkushtua si mendimtar dhe udhëheqës politik, si veprimtar dhe organizator, ndërtimit të një demokracie reale, vepruese dhe pa deformuar nga ambicjet të errta, nga mlefi dhe bajraktarizmi, nga makutria dhe mashtrimi. Pranishëm në omazhe ishën përfaqësues nga të gjithë spektrat politik, të cilët nderuan figurën e akademikut, intelektualit dhe politikanit që la pas një trashëgim të vyer në jetën politike shqiptare. Profesor Servet Pollumbi u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare, duke lënë pas një shembull të rrallë të një politike të ndërtuar mbi moralin, integritetin dhe përkushtimin ndaj shoqërisë. Shqipëria hedh një hap të ri drejt modernizimit të arsimit përmes krijimit të Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Marrëveshja është nënshkruar me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, duke synuar përmirësimin e standardeve dhe digitalizimin e shërbimeve. Një sistem i ri, modernizuar dhe i orientuar drejt standardeve ndërkombëtare pritet të transformojë mënyrën e ofrimit të shërbimit arsimor në vend. Kjo nisëm me rrjet pas marrëveshjes së nënshkruar mes qeverisë shqiptare dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, që parashikon krijimin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimit Arsimor. Gjatë prezantimit të këtij projekti, kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë hap si një moment kyç për rritjen e cilësisë në arsimin parauniversitar dhe universitar.
Sot ne më në fund e edhim këtë hap tjetër kaq të rëndësishëm për t'i dhënë përsëri teknologjisë një hapësirë të konsiderueshme në trajtimin e shërbimeve në funksion të arsimit parauniversitar dhe të arsimit lart. I jashtëzakonshëm është hapi që hedhim sot, jo thjesht duke vënë teknologjinë në dispozicion të qendrës së shërbimeve arsimore, por duke vënë në dispozicion të gjithë atyre që marrin dhe do të marrin shërbime arsimore një standard ekselence si ai i Universitetit të Cambridge. Kreu i qeverisë bëri të ditur gjithashtu se kjo nisëm është pjesë e një pakete më të gjerë reformash dhe marrëveshjesh, të cilat synojnë të krijojnë një sistem më të drejtë, transparent dhe të barabartë për nxënësit dhe studentët në Shqipëri. Dhe gjëja më e rëndësishme është që nga gjithë këto operacione armiqësore do fitojnë dhe do përfitojnë fëmijët, të rinjt, nxënësit, studentët, prindrit, sepse edhe ky proces tani më do të jetë proces i drejtë, transparent, i barabartë, i pandikueshëm nga askush dhe siç u tha këtu, besoj që për gjithë ata që logjikojnë një metodë dhe një standard i cili ka bërë ndryshimin cilësor në arsimin e lartë të Singaporit, hyn sot në Shqipëri dhe krijon premisat për një perspektivë shumë herë më të mirë se ajo që kishte deri para se të fillonte sot dita, arsimi i lartë dhe arsimi në tërësi në Shqipëri. Nga ana tjetër, ministrja Mirela Kumbaro theksoi se krijimi i kësaj agjencie vjen si nevojë për të përmbushur kërkesat për rritjen në standardizim, transparencë dhe integritet në ofrimin e shërbimeve arsimore. Për gjitha këto, përgjegjësia publike dhe nevoja për standardizim dhe gjurmëshmëri, transparencë dhe integritet, së bashku me zgjerimin e vazhdueshëm të portofolit shërbimeve, na kërkon një sistem më të modernizuar i cili i përgjigjet standardeve ndërkombëtare. Më pëlqeu shumë fjalia që ju dan thatë, kur flasim për testime, trust, besimi, besueshmëria, kredibiliteti në shërbim është standardi numër 1. Dhe kjo nuk ndërtohet thjesht me dëshirë të mirë, por kërkon sisteme dhe një model më të avancuar të njësisë që ofron. Dhe këtë kemi projektuar në modelin e Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Reforma pritet të ndikojë në mënyrë të ndjeshme në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe në rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet arsimore. Kryeministri Edi Rama ka vijuar replikat me reporterët pa kufi lidhur me raportin për lirimin e medias në Shqipëri. Ai kundërshton vlerësimin e organizatës duke theksuar se realiteti mediatik në vend paraqitet ndryshe nga se thuhet në raport. Rama sjell në vëmendje të dhëna nga një analizë e realizuar përmes inteligjencës artificiale mbi publikimet mediatike. Debati mbi lirinë e medias në Shqipëri është rikthyer sërish në vëmendje pas reagimit të kryeministrit Edi Rama ndaj raportit të publikuar nga reporterët pa kufi. Kreu i qeverisë sugjeron që vlerësimet ndërkombëtare duhet bazohen më shumë në analiza konkrete dhe më pak në perceptime të përgjithshme. Për të mbështetur qëndrimin e tij, Rama i referohet një studimi të realizuar nga një startup shqiptar, i cili përmes inteligjencës artificiale ka analizuar mirë artikuj në 10 media gjatë një periudhe mbi 2 mujore. Sipas këtyre të dhënave, zëri i opozitës dhe qëndrimet kritike ndaj qeverisë rezultojnë dukshëm më të pranishme në raport me komunikimet institucionale. I 4500 artikull të analizuar në 43 media për gjatë 66 ditëve monitorim, zëri i opozitës 3.57 herë më i lartë se ai i qeverisë, burimet kritike 4.67 herë më dominues se ato pro-qeveritare, toni kritik 6.4 herë më i fortë se mbulimi pozitiv, më shumë se 15 figura të opozitës pranishme vazhdimisht në tituj, përmendje për opozitën 1828 kundrejt 925 për kryeministrin dhe qeverisë së bashku, madje edhe individualisht, liderit e opozitës dalin mbi kryeministrin, ku njëri prej tyre i tekalon përmendjet e tij në media dhe në vetë titujt 369 citime të drejtë për drejta të opozitës kundrejt 108 të qeverisë, pra një dominim 3.4 herë më i madh. Sipas kryeministrit, akuzat më të ashpra ndaj qeverisë dhe atij personalisht qarkullojnë lirshëm në rreth 70 tituj dhe nuk ekzistojnë asnjë provë që ka sulme ndaj mediave opozitare në vend.
Për ndonjë nivel simetrik, sulmesh ndaj medjave antiqeveritare apo dhe ndaj kundërshtarëve politik thjesht nuk ka. Dhe sipas rregullatorit shtetëror, AMA, opozita mbajti 60.12% të kohës televizive politike gjatë muajit mars, ndërsa vetë qeveria zinte një pjesë shumë të vogël. Këto nuk janë perceptime, janë fakte të matshme. Në një mjedis vërtet me media të hapura, asgjë nga këto nuk do të ekzistonte, as dominimi i zërave të opozitës, as mbizotrimi dërmues i narrativës kritike, as qarkullimi i lirë i akuzave ekstreme dhe sigurisht jo shumica e kohës politike televizive në favor të opozitës. Megjithatë, Rama pranon se ka ende sfida, veçanërisht në lidhje me transparencën e pronësisë së medias dhe kushtet e punës së gazetarëve, duke theksuar se po punohet për përmirësime në këto drejtime. Sa i takon rënditjes së Shqipërisë në indeksin global të vitit 2026, ku vendi ka pasur një rënje, kryeministri e konsideron këtë vlerësim të pjesshëm dhe jo plotësisht të bazuar në realitet në terren, duke nënvizuar se tabloja mediatike në vend është më komplekse nga sa paraqitet në raportet ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar mobilizim të plotë të deputetëve dhe mbështetësve për protestën e paralajmëruar më 8 maj. Ai akuzon qeverinë e Edi Ramës për mungesë legitimiteti dhe manipulim të zgjedhjeve. Berisha i ka bërë thirrje opozitës të përshëndrohet në organizimin e protestës si akt paqësor. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha ka kërkuar angazhimin maksimal të strukturave opozitare për protestën e planifikuar të 8 majit. Ai e ka cilësuar këtë tubim si një akt proteste paqësor kundër qeverisë, duke akuzuar mazhorancën për mungesë legitimiteti politik. Ju bëj thirrje që çdo minutë, çdo orë t'ia kushtojmë përgatitjes së këtij aktit kryengritjes paqësore 8 majit. Në të njëjtën mbledhje, kreu i PD-s i ka kushtuar vëmendje dhe raportit të Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, duke e cilësuar atë si një dokument që sipas tij pasqyron realitetin politik të Shqipërisë dhe mbështet disa nga shqetësimet e opozitës. Kërkon fuqizimin e komisioneve parlamentare, kushte, pune, jo mbajtjen e dokumentacionit, mosdhënien e dokumentacionit deputetëve, mos paraqitjen në interpelanca të kryeministrit, ministrave e të tjerë. Na edhe janë dalë në këtë çështje si një çështje kryesore e demokracisë shqiptare. Ne kemi bërë dhe do bëjmë çdo përpjekje për të përmbushur misionin tonë. Ne nuk tërhiqem, ne nuk bojkotojmë, se gjithë qëllimet e këtyre akteve të paimagjinueshme që kanë kryer këta gjerësot kanë qenë që ne të braktisim parlamentin, po jo ne absolutisht. Ne nuk braktisim, por ne qëndrojmë pozicionin tonë duke denoncuar dhe rezulton që e drejta vonon, por nuk harron. Ai ka theksuar gjithashtu qëndrimin e PD-s ndaj institucioneve të drejtësisë, duke deklaruar se partia e tij nuk do të mbështesë asnjë nisëm që sipas tij cënon pavarësinë e prokurisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kërkon pavarësinë e SPAK-ut dhe burimeve të përshtatshme, zgjerimit të kapaciteteve hetimore dhe mos minimin e punës tij. Ja ku jemi këtu, të deklarojmë publikisht se në mënyrë absolute nuk ekziston asnjë shans që ne të ndërmarrim një votim apo një bashkëpunim me Edi Ramën për të dobësuar veprimtarinë apo për të ndryshuar ligjet për organet të drejtësisë. Jo, ato mund të kenë ndonjë problem, por ky e ka me qëllime tërësisht për t'i dëmtuar ato dhe veprimtarinë e tyre, dhe kjo s'do pranohet në asnjë mënyrë nga Partia Demokratike. Berisha ka premtuar se rekomandimet e përfshira në raportin evropian do të shërbejnë si bazë për punën e ardhshme të opozitës, ndërsa ka ritheksuar se PD-ja do të vijojë aksionin politik në rrugë dhe në parlament. Me të pak për të tjerë, ka dhe detyra edhe për ne, pa diskutim. Dhe ne e themi këtu, ne do i zbatojmë këto. Ne çfarë rekomandohet për opozitën, opozita do i qëndroj fuqishëm dhe do bëjmë gjithçka për të përmbushur detyrimet tona ndaj vendit tonë, ndaj procesit të integrimit. Ndërkohë, në dokumentin e Parlamentit Evropian theksohet rëndësia e dialogut politik dhe shmangja e protestave të dhunshme, duke lënë të hapur diskutimin mbi mënyrën se si do të zhvillohet protesta e 8 majit nga opozita. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mori pjesë në ceremoninë përkujtimore të Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Krujë. Ai vlerësoi figurën e heroit kombëtar si një simbol të mbrojtjes së Evropës. Sipas Berishës, pa rezistencën e Skënderbeut, perandoria osmane do të kishte depërtuar më thellë në kontinent. Ceremonia u zhvillua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve institucional dhe qytetarëve.
Në Krujë zhvillua ceremonia përkujtimore me rastin e datëlindjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, ku morën pjesë përfaqësues politik dhe qytetarë të shumtë. Aktiviteti u organizua në nder të heroit kombëtar të Shqipërisë, i cili konsiderohet një nga figurat më të rëndësishme të historisë së vendit. Gjatë fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vlerësoi figurën e Skënderbeut duke e cilësuar atë si një mbrojtës legjendar të Europës përballë perandorisë osmane. Ai theksoi se rezistenca e tij historike ka pasur ndikim të madh në mbrojtjen e territoreve europiane të asaj kohe. Një pushtim tjetër, ndër më të egrit që ka njohur historia, detyroi si kur ndonjëherë më parë, 47% shqiptarëve të largohen në 10 vite nga Shqipëria. Dhe ky nuk është një sultan Osman, jo, ky është një Argati Beogradit. Për shqiptarët, më i zi shumë herë se Gjorgjeviçi, më i zi se Vučići, më i zi se Çubriloviçi. Sepse me qëndrimet e tij ndaj shqiptarëve, ky ka të i kaluar Vučići. Ky bëri gjithçka ti bëj të zezën Kosovës, vetëm që ta coptoj atë. Imagjinoni ju sot, një kryeministër shqiptar që i vën sanksione qeverisë Kosovës, shtetit të Kosovës, të ngritur mbi gjakun e dhjetra mijëra shqiptarëve për liri dhe dinjitet frymzuar nga Skënderbeu. Imagjinoni ju, një shqiptar pa gjak shqiptari që hedh në gjyq kryeministrin e Kosovës. Imagjinoni ju, një shqiptar, Argati Vučićit, që veriu i Kosovës thotë është tokë e askujt. Çfarë gjaku ka ky? A nuk është ky një gjak më i keq se çdo svalliu që ka sulmuar këtë tokë? Një Hamza. Çfarë mund t'i thuhet këtij? Shqiptarët i ftoi që të frymëzohen nga Skënderbeu dhe të vijojnë betejat për çlirimin e vendit nga ai që e cilësoi narkoregjimi i Edi Ramës. Po ta përmbledhim me 2 fjalë, amanetin e prisit ton të pavdekshëm, ai është ky për shqiptarin. Kur mos u dorëzo. Ky është frymëzimi i përjetshëm për të gjithë ata që i thon vetes shqiptar. Ndaj dhe të vazhdojmë në këtë betejë kundër këtij pushtuesi tegër që ka shtruar, ka vendosur mbi shqiptarët një sistem të shfrytëzimi kolonial duke vjedhur pasuritë e tyre, duke vjedhur fondet e tyre, duke poshtruar gjysmën e kombit, të japin përgjigjen që meriton. Çfarë ishte Skënderbeu? Mbrojtësi i qytetërimit perëndimor. Pas aksidentit tragjik me 2 viktima të mitur në Durrës, policia e shtetit ka ndërmarrë masa të menjëhershme për rritjen e sigurisë rrugore. Autoritetet kanë shtuar kontrollet në akset kryesore dhe kanë intensifikuar monitorimin e drejtuesve të mjeteve. Sipas policisë, qëllimi është parandalimi i aksidenteve dhe ulja e numrit të viktimave në rrugë. Ngjarja e rëndë në Durrës, ku humbën jetën 2 fëmijë dhe një tjetër mbeti i plagosur, ka vënë në lëvizje të gjitha strukturat e sigurisë rrugore në vend. Si reagim ndaj kësaj tragjedie, policia e shtetit ka shtuar ndjeshëm kontrollet në terren, duke u fokusuar veçanërisht në parandalimin e drejtimit të mjetit nën efektet e alkoolit, tejkalimin e shpejtësisë dhe shkeljet të tjera të rënda që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Në një dalje për media, drejtori i Departamentit të Rendit dhe Sigurisë Publike, Dimitraj Ziu, bëri të ditur se strategjia e re e monitorimit synon jo vetëm dëshkimin e shkelësve, por edhe rritjen e ndërgjegjësimit tek drejtuesi i automjeteve për respektimin e rregullave të qarkullimit. Në të kuadër janë kalibruar 22 mjete shpejtësi mas. Janë pajisur të gjitha strukturat e policisë rrugore me drone, kamera dhe aparate fotografi, aparate alkool testues dhe drog testues. Shërbimet e policisë rrugore, patrullat e policisë rrugore në akset nacionale do të ndryhojnë kur konstatojë sjellje arrogant në rrugë, parakalime të njëpasnjëshme, manovra të gabuara apo shpejtësi te normat lejuara, të cilat janë rrezik potencial për përfshirjen e ngjarjeve rrugore. Sa i përket qendrave urbane, shërbimet e policisë rrugore do të vijojnë me grupe kontrolli për teste alkooli, kontroll për shpejtësi, parakalime të gabuara, mosdhënie përparësi këmbësorëve, përdorimi i celularit dhe rripave të sigurisë. Ziu rënditi ndëshkimet që policia ka ndërmarrë gjatë këtij viti ndaj shkelësve të rregullave të qarkullimit. Përgjatë 4 muajve të këtij viti, si rezultati i monitorimit të qarkullimit rrugor, janë arrestuar gjithsej 1009 shtetas, drejtues automjeteve për drejtim mjeteve në gjendje të dhëur dhe pa leje drejtimi. 82.100 drejtues mjetësh janë dëshkuar për shpejtësi mbi normat e lejuara që variojnë
nga 20 km/h mbi normat e lejuara deri në 3 fish të normave të lejuara. 815 drejtues automjetësh nuk kanë asnjë pikë në lejen e drejtimit dhe do t'i nështrohen testit nga e para. 27.000 drejtues automjetësh janë dëshkuar për parakalimet gabuara, rreth 60.000 drejtues automjetësh për drejtim mjetit pa rrip sigurimi, duke përdorur celular apo drejtim e mjeteve pa kaskë mbrojtëse. 161 masa administrative janë vendosur për parkime të gabuara dhe 85.000 për shkelje të ndryshme. Autoritetet theksojnë se përveç masave ndëshkuese do të rritet edhe përdorimi i teknologjisë për monitorimin e trafikut, ndërsa apelon për bashkëpunim nga qytetarët në mënyrë që tragjedi të tilla të mos përsëriten më. Këngëtari Rigels Rajku, i njohur si Noizi, u paraqit në zyrën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në cilësinë e dëshmitarit. Dëshmia e tij lidhet me hetimet ndaj grupit të Lajert Haxhiut dhe një sër ngjarjesh kriminale të zbardhura nga drejtësia. Çështja përfshin edhe sulme me lëndë plasëse ndaj bizneseve të tij në Durrës. Seanca gjyqësore u shty për shkak të mungesës së avokatëve. Këngëtari i njohur Rigels Rajku, i njohur me emrin artistik Noizi, është paraqitur këtë të mërkurë në ambientet e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai është thirrur për të dëshmuar në procesin gjyqësor që po zhvillohet ndaj grupit të drejtuar nga Lajert Haxhiu. Dëshmia e tij lidhet me episodet e përshkruara në hetime nga i penduari i drejtësisë Arsan Tafani, i cili ka rrëfyer një sër ngjarjesh kriminale të këtij grupi. Mes tyre përfshihet edhe një sulm me lëndë plasëse ndaj disa bizneseve në pronësi ose përdorim të këngëtarit në qytetin e Në këtë çështje është thirrur për të dëshmuar edhe babai i këngëtarit Bashkim Rajku, në emër të së cilit rezultojnë të regjistruara me qira ambiente të dëmtuara nga shpërthimi. Megjithatë, seanca gjyqësore nuk është zhvilluar normalisht dhe është shtyr për një datë tjetër për shkak të mungesës së përfaqësimit ligjor të palëve. Sipas hetimit të Spakut dhe deklarimeve të Arsan Tafanit, vendosja e lëndës plasëse dyshohet të jetë urdhëruar nga Lajert Haxhiu si reagim ndaj një incidenti dhune që përfshinte Kleviola Metin, i njohur si Serbiano. Sipas dëshmive, ngjarja është ndikuar edhe nga reagimet që kanë qarkulluar në rrjetin social në ato periudhë. Ngjarja e parë daton në qershor 2022, ku rreth 100 gram eksploziv shpërthyen në një butik dhe në një lokal, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Lënda plasëse ishte vendosur në fazadën e jashtme dhe ishte aktivizuar me fitil në orët e para të mëngjesit. Hetimet vijojnë pasi dyshohet se sulmet të ngjashme janë përsëritur edhe në raste të tjera ndaj bizneseve të lidhura me këngëtarin. Policia e Vlorës ka arrestuar 30 vjeçarin Klevi Kananaj, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle. Ai dyshohet si pjesë e një grupi kriminal të përfshirë në trafikimin e 83 kg kokainë të sekuestruara në portin e Vigos. Arrestimi u bë pas shkëmbimit të informacionit mes policëve të dy vendeve. Kananaj pritet të ekstradohet drejt Spanjës. Policia e shtetit ka finalizuar në Vlorë arrestimin e 30 vjeçarit Klevi Kananaj, i cili ishte në kërkim nga drejtësia spanjolle për përfshirje në një rrjet ndërkombëtar të trafikut të drogës. Sipas të dhënave zyrtare, ai akuzohet si pjesë e një grupi kriminal që ka trafikuar rreth 83 kg kokainë të fshehura në një kontenjer që u sekuestrua me 5 shkurt në portin e Vigos në Spanjë. Në operacionin e zhvilluar në vendngjarje në Spanjë, 2 persona të tjerë u arrestuan në momentin që po tentonin të tërhiqnin ngarkesën e dyshuar. Hetimet e autoriteteve spanjolle kanë zbuluar se roli i Kananajt lidhej me vëzhgimin e lëvizjeve të kontenjerit nga jashtë terminalit portual, duke ndjekur dinamikën e ngarkesës në mënyrë të organizuar. Pas operacionit, 30 vjeçari dyshohet se është larguar fillimisht drejt Katalonjës dhe më pas ka udhëtuar në Itali, duke u përpjekur të shmang gjurmimin nga autoritetet. Megjithatë, shkëmbimi i informacionit me strukturave hetimore shqiptare dhe atyre spanjolle ka bërë të mundur lokalizimin e tij në Shqipëri. Ndaj Kananajt ishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar me 3 mars 2026 për trafikim të lëndëve narkotike. Arrestimi i tij në Vlorë është kryer me qëllim ekstradimi drejt Spanjës, ndërsa autoritetet shqiptare kanë nisur procedurat ligjore për dorëzimin e tij. Hetimet për këtë çështje vijojnë me fokus identifikimin e plotë të rrjetit kriminal dhe rolin e secilit prej anëtarëve të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Policia ka arrestuar 2 persona në operacion të ndarë në Përrenjas të Librazhdit dhe në Bajës të Shkodrës. Të dyshuarit akuzohen për posedim dhe shpërndarje të lëndëve narkotike. Në një prej lokaleve u zbulua kokainë, pajisje për lëra fati dhe para të dyshuara nga aktiviteti kriminal. Në pranga ka rënë edhe një 29 vjeçar për moskallëzim krimi.
Dy operacione të njëkohshme të policisë së shtetit kanë çuar në arrestimin e 3 personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari të palishme të lidhura me narkotikët dhe lojrat e fatit. Kontrollet janë ushtruar në Prenjas së Librazhdit dhe në Bajs të Shkodrës. Në Bajs, policia ka vënë pranga pronari 26 vjeçar të një lokali të paregjistruar ku dyshohej se shitej kokainë dhe organizoheshin lojra fati në mënyrë të palishme. Gjatë kontrollit në ambientet e lokalit janë sekuestruar sasi kokaine, një makinet për lojra fati, celular dhe përdorim për aktivitetin e palishëm, pije alkolike, kontraband, si dhe shumë parash. Ndërkohë në Prenjas është arrestuar një 32 vjeçar i cili administronte një lokal ku sipas hetimeve ndante kokaina në doza me qëllim shitjen. Operacioni ka zbuluar një aktivitet organizuar shpërndarjeje të lëndëve narkotike në këtë zonë. Gjithashtu është proceduar edhe një 29 vjeçar për mos kallëzim krimi, i cili ndodhej në ambientet e lokalit dhe dyshohet se kishte dieni për aktivitetin e palishëm, por nuk e kishte raportuar tek autoritetet. Gjatë kontrolleve, policia ka sekuestruar gjithsej 76 doza kokainë, 3 peshore elektronike, 3 celular, si dhe me 48.000 lekë dhe 450 euro të dyshuara si përfitime nga shitja e lëndëve narkotike. Po ashtu janë gjetur mjete të përdorura për paketim dhe ndarjen e drogës në doza. Materialet hetimore janë referuar prokurisë për vijimin e procedurave ligjore. Vijoj me informacione nga Kosova. Gjykata speciale ka konfirmuar shtyrjen e afatit për shpalljen e afat gjykimit ndaj ish-drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke çuar atë deri më 20 korrik për shkak të kompleksitetit të çështjes. Procesi gjyqësor ndaj ish 4 krerëve të UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi do të kërkojë më shumë kohë për një vendim përfundimtar. Sipas njoftimit zyrtar të gjykatës speciale, afati për shpalljen e akt gjykimit është zgjatur me 60 ditë, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që ky periudhë të shtyhet sërish në varësi të zhvillimeve dhe nevojës për shqyrtim të mëtejshëm të provave. Institucioni thekson se zgjatja lidhet drejtpërdrejt me kompleksitetin e lartë të çështjes që përfshin një volum të madh materialesh dhe dëshmish të trajtuara gjatë procesit gjyqësor. Nga ana tjetër, prokuroria e specializuar ka kërkuar dënim prej 45 vjetësh burg për secilin prej të akuzuarve, duke i konsideruar ata përgjegjës për veprat e ngritura në akt akuz. Në seancën përfundimtare të mbajtur me 18 shkurt, 4 të pandeurit kanë dhënë deklaratat e tyre përmbyllëse, duke u shpallur dhe një herë të pafajshëm për të gjithë akuzat. Gjykimi ndaj tyre ka nisur me 3 prill 2023, disa vite pas konfirmimit të akt akuzës, ndërsa që prej asaj kohe ata vijojnë të mbajnë në paraburgim në Hag. Vendimi i shumë pritur pritet të jetë në një moment kyç, jo vetëm për fatin juridik të akuzuarve, por edhe për perceptimin publik dhe historik të luftës së Kosovës. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, konfirmon dakordim me Vjosa Osmanin për bashkëpunim politik. Marrëveshja synon ngarim të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Abdigjiku mohoi vendosjen e kushteve paraprake nga Osmani. Të shtunën pritet të mblidhet Këshilli i Përgjithshëm për finalizimin e përgatitjeve. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka konfirmuar arritjen e një dakordimi politik për bashkëpunimin me Vjosa Osmani në funksionim të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Deklarati erdhi pas mbledhjes së kryesisë LDK, ku në fokus kanë qenë përgatitjet për procesin zgjedhor në hartimin e listës së kandidatëve. Abdigjiku bëri të ditur se partia është në fazën përfundimtare të diskutimeve për formalizimin e këtij bashkëpunimi. Ai hodhi poshtë raportimet se Osmani ka vendosur kushte paraprake për arritjen e një marrëveshjeje, duke theksuar se procesi është zhvilluar në frym bashkëpunimi dhe pa pengesa politike. Rikthimi i Vjosa Osmanit në marrëveshje me LDK-n shënon një zhvillim të rëndësishëm politik pas ndarjes së saj nga kjo parti në vitin 2020, ku ajo krijoi një aleancë me Albin Kurtin dhe lëvizjen vetvendosje përmes iniciativës Guxo. Sipas Abdigjikut, një nga pikat kyçe të diskutimeve ka qenë ideja e një bashkëpunimi të madh që synon konsolidimin e spektrit politik në rritjen e potencialit elektoral të këtij bashkëpunimi. Jemi dakorduar për të formalizuar në ditën e vijim bashkëpunimin me Vjosa Osmanin për garim të përbashkët, u shpreh ai, duke kërkuar edhe pak kohë për përmbylljen e detajeve. Ndërkohë, është vendosur që këtë të shtunë të mblidhet Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s, ku pritet të miratohen hapat e mëtejshëm dhe të finalizohen çështjet e organizative për pjesëmarrje në zgjedhje. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.